Sa herë ka komentuar arrestimin e ndonjë ish të bashkëpunëtorëve të tij, Edi Rama ka ruajtur një lloj solidariteti njerëzor për hir të marrëdhënies profesionale apo miqësisë që ka pasur me disa prej tyre. Përveç Arben Ahmetajt, kryeministri ka shprehur habi, keqardhje, ndonjëherë edhe irritim për arrestimet e Vanxhush Dakos, Ilir Beçajt, Erion Veliajt, Semir Tahirit, Lefter Kokës e shumë të tjerë si këto. Por gjatë një takimi elektoral në Gjirokastër, ndërsa ftonte demokratët ta votonin ato vetë dhe Partinë Socialiste, Rama kërkoi t'i bind ata me shprehjen e kinezit Deng Xiaoping se nuk më intereson se çfarë ngjyre ka Macja, më intereson që të kapi mint. Shprehja që lindi dikur si një parim i urtë qeverisjeje për zhvendosjen e Kinës drejt një ekonomie më afër tregut, e thënë nga Edi Rama, tingëllon si një rrëfim i drejt për drejt nga qendra e kontrollit të pushtetit. Për ta bërë më të qartë konceptin, ai shtoi se jemi ashtë të zot sa të kapim mintajn, jo vetëm mint e komshiut. Ishte e qartë për këdo në sallën e mbushur me socialistër Gjirokastrës se Rama me min po referoi zyrtarëve të korruptuar që kanë përfunduar në përqelit e burgjeve, një deklaratë publike që në vend se të lexohet si një pohim i forcës së tij morale, është vetë shpallje si kontrolluesi absolut i prokurisë dhe gjykatave. Debati për kapjen e drejtësisë së re nga Rama ka nisur herët, që kur socialistët imponuan me forcën e kartonave ligjet kyçe të reformës në drejtësi, pastaj emëruan njerëzit e tyre në organet e drejtësisë dhe në fund kur SPAK urdhëroi arrestimin e dy liderëve të opozitës, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Edhe atëherë Rama e mohoi kapjen e SPAK dhe të gjykatës së posaçme dhe alibia mbi të cilën qëndron pavarësia e drejtësisë është arrestimi atyre që Rama i quan sot mintan. Bëhet fjalë për arrestimet e Lefter Kokës, Alçi Bllakos, Vanxhush Dakos, Ilir Beçajt, Erion Veliajt, Aratin e Arben Ahmetajt e të tjerë, si dhe prangosjen e disa ish-kryebashkiakëve socialist. Për një pjesë të tyre Rama është shprehur se nuk është ndjer mirë që janë në qelitë e burgut, por pohimi që ka bërë në fushatën e Gjirokastrës e përmbys narrativën e deritanishme. Kryeministri nuk është më qeveritari i keqardhur për miqt që janë burgjeve, por autokrati që ka vendosur të sakrifikojë disa nga shërbëtorët e tij për një qëllim më të madh, qëndrimin në pushtet, ndërsa ushqen edhe ëndrrën e integrimit në Bashkimin Evropian. Kapim edhe mintan, thot sot Rama, me krenari duke aluduar mbi arrestimet e Erion Veliajt, Semir Tahirit, Lefter Kokës, Ilir Beçajt dhe Aratin e Ahmetajt. Një narrativ e re në fushatën për zgjedhjet e 11 maj që portretizon atë vetë si një mace që ka fuqinë të nxjerrë dosjet e gjithë secilit nga sirtari, të vendosë se kur një çështje do të shpërthej në media, se kur do të bëhet hetimi, arrestimi ose amnistia e heshtur për këdo. Ajo që është quajtur ndryshe drejtësia me regji që nuk e lufton korrupsionin, por e administron atë, njësoj sikur Macja t'i lër mint të shëndoshen mirë, edhe kur të ketë nevojë për ndonjë trofe në Bruksel, të kap njërin prej tyre nga bishti dhe të shfaq në podium si dëshmi të drejtësisë që funksionon. Dhe problemi nuk është se Macja kap mint, problemi është se Macja kontrollon qarkun, duke i shndërruar SPAK dhe GKK në mjet e represionit që ekzekutojnë urdhrat politik të pushtetit. Le ta pranojmë për një moment se vërtet nuk ka rëndësi se çfarë ngjyre ka Macja, rëndësi ka që ajo ka vendosur të ushqehet me minte vet për të ruajtur pushtetin. Por kur një lider është i gatshëm të kafshojë shokët e tij për të mbijetuar politikisht, e imagjinoni çfarë u bën kundërshtarëve dhe qytetarëve që ato i dalin përballë.